Në ambientet e shkollës Gjergj Kastrioti Skënderbeu në fshatin Sërbisë së Kërçovës, për të 9-ën herë me radhë u mbajt manifestimi Thesari që në bashkon, i cili përkujton të kaluarën e fshatit dhe rrugëtimin sfidues të gjeneratave që ishin bartës të proceseve të vështira nëpër të cilat kaloi shoqëria shqiptare. Programi i edicionit të 9 me radhë filloi me promovimin e librit Migjeni, poeti i vuajtjes dhe mjerimit i autorit Nexhat Mehmedi. Gazetare dhe publicisti Bekim Adili i shprehu mirënjohjen e tij të thellë autorit, respektivisht mësuesit të tij Nexhat Mehmedit, për kontributin në fushën e arsimit, shkencës dhe kulturës. Jemi të nderuar që ne sot promovojmë një vepër përmbajtësore kushtuar poetit të madh të vuajtjes dhe mjerimit Milosh Gjergj Nikolla Migjeni, ku autori me devotshmëri na prezanton në mënyrë të detajuar jetën dhe veprimtarinë e Migjenit, manifestimet përkujtimore të mbajtura në Kërçovë dhe vlerësimet e studiuesve, kritikëve dhe personaliteteve të njohura të rangut ndërkombëtar që i dedikohen kësaj figure të shquar, i cili jetoi pak, por la gjurmë të thella në historinë tonë letrare, potencoi Adili. Gjithë secili nga ne kemi ato kujtimet tona. Kur i referohemi të kaluarës, kujtojmë shpeshherë fëmijërinë. Brenda asaj periudhe kujtojmë padyshim ato të paharruarit që janë mësuesët tanë. Dhe kur unë kujtoj rilindasit, poetët tanë, më besoni, vazhdimisht, brenda imazhit tim, më del një mësues i gjuhës dhe letërsisë sot profesor, i cili nuk fliste me gojë, që thonë, por i fliste shpirti. Në veçanti kur ai recitonte, kur ai lexonte, kur ai na angazhonte me lektyra, me detyra për poetin e mjerimit, për Migjenin. Ai është profesori ynë, mësuesi im, shumë i nderuar, profesor Nexhat Mehmedi. Një duar të rukë i gjelut. I cili sot na sjell përmbledhjen në një lloj monografie të poetit të mjerimit, të vuajtjes dhe mjerimit të Migjenit. Periudha e vuajtjes dhe mjerimit. Me këtë çfarë dua të them, simbolika e asaj çfarë ka qenë atëherë dhe sot. Atëherë poeti Migjeni i ka recituar nga dhimbja mjerimit dhe skamjes në të cilën ndodheshte popullata nga mungesa edhe asaj çfarë quam ne kafshata e bukës për të përballuar jetën. Dhe padyshim që është varfëri, është problem. Por shqiptarët kanë qenë dinjitos. Dhe e kanë përballuar edhe atë skamje, atë periudhë. Por çfarë mjerimi sot ne e kemi, profesor Nexhat? Dhe mendoj se ky do të jetë edhe mesazhi juaj. Sot është pangopsia mjerimi më i madh i cili na ka pushtuar. Është aspekti i zilisë së madhe shpirtërore. Një botë të madhe shpirtërore të varfër asnjëherë nuk mund ta djejmë veten të pasur. Në kuptim të kësaj mendoj se sot po vuam një lloj mjerimi të një natyre tjetër, profesor Nexhat. Rreth përmbajtjes së librit foli edhe autori Nexhat Mehmedi, i cili nënvizoi se libri bazohet në materialin cilësor që përfshin prozën dhe poezinë e tij, të paraqitur me një mjeshtri të rrallë poetike, e cila na prezanton dëshmitë se sa shumë kemi mësuar nga vuajtjet dhe mjerimi i popullit në kohën kur jetoi dhe veproi poeti i mjerimit Migjeni. Migjeni është mësuesi i popullit, poeti i mjerimit dhe vuajtjes. Migjeni është poeti i rinisë dhe një poet realist, i cili pasqyroi jetën e përditshme të shoqërisë shqiptare, sidomos të shtresave të varfëra të qytetit e fshatit, tha ndër të tjera autori Nexhat Mehmedi. Botimi i librit Migjeni, poeti i vuajtjes dhe mjerimit, vjen si parantezë e parathënies së fjalëve të Migjenit ku thotë, citoj: "Vuaj bashkë me fëmijën të cilit prindi nuk ja vleu lojën. Vuaj bashkë me të riun që digjet në erotizëm. Vuaj me 50 vjeçarin që mbytet në apatinë e jetës. Vuaj me plakun që dridhet nga frika e vdekjes. Vuaj me bujku që lufton me tokë. Vuaj me punëtorin të cilin hekur e ndryth. Vuaj me të smurët e smundjeve të krejt botës." Vepra Migjeni, poeti i vuajtjes dhe mjerimit, vjen si rrjedhoj e përkujtimit të 115 vjetorit të lindjes së poetit Milosh Gjergj Nikolla Migjenit, si dhe 88 vjetorit të vdekjes së tij, jetë shkurtër si njeri, por jetë gjatë
por i shkurtës njeri për jetë gjatë si poet. Po e shënojmë në këtë libër kur populli shqiptar po përjeton të çastet më të rënda e më të vështira të kohës së tij. Po ashtu vjen si vjedhojë jetës sime shumëvjeçare në arsimimin dhe edukimin e gjeneratave të reja, në aktivitetet të shumta arsimore, kulturore, shkencore, shoqërore, akademi përkujtimore, si dhe frymëzimi i varjeve të poezisë dhe prozës të birit të shekullit të ri, Migjenit. E mbi të gjitha vjen si rrjedhojë e jetës shoqërore, ekonomike e politike, si rrjedhojë e gjithë asaj jete që sillet vërdall rreth botës njerëzore me hallet, vuajtjet, plagët njerëzore të asaj bote të çuditshme, e cila dita ditës krijonte pasiguri, padrejtësi, varfëri, vuajtje, urrëtie, mbjerim, halle e çmenduri, të cilat të gjitha këto kanë qenë e janë pjesë e çmendurisë së politikës ditore. Në përfaqe të këtij libri do të kemi mundësi të njihemi me jetën, veprën, krijimtarinë e poetit të dhimbjes të viteve 30-ta, kur në tërësinë shqiptare hyri një brez i ri shkrimtarësh talentuar. Krijimtaria e tyre karakterizohet nga fryma realiste dhe përpjekjet për të marrë ngultas me luftën për zgjedhjen e problemeve shoqërore të asaj kohe. Ata pasqyruan ndjenjën e mjeruar të popullit dhe u bën zëdhënës të aspiratave liridashëse. Migjeni nuk është vetëm poet i mjerimit, Migjeni është poet i së ardhmes, është poet i besimit, është poet i kurajës, është poet që armatos njeriun me militantizëm dhe me dëshirë për të qëndruar. Ai dhe në momentet më të rënda i thotë njeriut, qëndro dhe ndalu. Migjeni është një shkrimtar i madh për një arsye tjetër, sepse ai na ka thënë të gjithë shqiptarëve, të çdo gjenerate, mos hani sheqer të tepruar se ju zë diabeti. E më tej thotë, mos e lartësoni veten tuaj më shumë se sa duhet. Nga gjithë kjo, mund të thuhet se vepra e Migjenit, por dhe personaliteti i tij kanë gjallë këshërinë e dashamirëve të shumë para botës. Kështu që një kritik rumun shkruan: "Unë kam qarë kur e kam lexuar Migjenin, e nuk më vjen keq që qava, por se vetëm në moshën time 40 vjeçare ta njoh një poet të tillë të mrekullueshëm." Migjenin në një rast skadaria e quan uragan i thellë. Kjo metaforë tregon sa potenciale frymëzim madhor mbante në vete një krijues që ka dhënë shembull edhe në tërësinë botërore, që brenda një kohë aq të shkurtër të krijojë aq vepër madhështore, e cila vazhdoi udhëtimin e vet pa ndërprerje. Kjo na kujton fjalët e poetit francez Blaise Sandra, të shqiptuara në një rast e të shkruar do të thotë: "Jo vetëm të digjesh për së gjalli, por edhe të rindesh përsëri nga hiri." Kështu ka thënë ky poet francez. Kur Migjenit ton i përgjigjet plotësisht ky vizion, sepse ai u dojt për së gjalli, duke parë qartë më qartë e duke vuar thellë e më thellë. Sepse ai mbeti i pavdekshëm duke lindur nga hiri, përkatësisht nga vepra e vet, si të gjithë krijuesit e vërtetë. Profesor Recep Qosja në librin e tij të kaheshëm Gjaloshi me shkrimtarët e vitit 1967, bukur dhe sintetikisht e ka përcaktuar Migjenin kur thotë: "Nga pikpamja e trupit dhe shëndetit, ai ishte një rob spitali senatoriumesh, kurse nga pikpamja e karakterit, ai ishte një burr që trondite malet dhe gjithçka." Adratik Kallulli, një kritik letrar e studiues i veprave të Migjenit, me rastin e shënimit të 55 vjetorit të vdekjes së tij të mbajtur në Kërçov, më 3 shtator 1993, do të thotë: "Migjeni është një fenomen, një nga fenomenet më të mëdha të jetës shpirtërore shqiptare. Do të thoshja se ka vdekje të cilat hapin portat e pavërikësisë, ose e thënë në një pak sa më poetike, nga ndonjëherë nuk mjafton as vdekja vetë për të ndërruar jetë." Në këtë edicion u nderuan me mirënjohje të veçanta kryepleqt dhe përfaqësuesit e zgjedhur të fshatit, si dhe drejtuesit e shkollës së këtij fshati në misionin e shenjtë për edukimin e gjeneratave të reja. Në emër të atyre që e udhëhoqën fshatin dhe shkollën e fshatit Serbisë, të pranishmit i përshëndeti aktivisti i dalluar dhe iniciatori shumë projekteve Isa Neziri. Nderuar, ka mbrëmje që nuk maten me orët që zgjasin, por me grotësinë që lënë në shpirt. Janë ato çaste të rralla ku njerëz të dashur ulen rreth një hapësire ku shtrohen kujtime e buzëqeshje madh, plane për të ardhmen, përshëndetje takimesh dhe mbi të gjitha rrezatohet respekt për njëri tjetrin. Një mbrëmje e tillë është kjo e sotmja që na ka mbledhur për të kujtuar ato që i duam dhe pse shumica nuk janë në mesin ton, por janë pjesë e shpirtit ton, sepse të nderosh njerëzit që me veprimet e tyre kanë bërë histori është më e madhja fisnikëri. I faleminderit Zotit Bekim Ballazhi që e mundson një mbrëmje si kjo.
Të nderuar, ne kemi kaluar dekada së bashku me kohë të mira e jo të mira. Kemi përballuar ndryshime, kemi gjekur rrugë të ndryshme, por kemi ruajtur më të rëndësishme besimin te njëri tjetri dhe nuk ka nevojë për takime të përditshme, ajo ka nevojë për zemra që nuk ndryshojnë jo gjatë një viti, por kurrë. Sot ne kujtojmë plot atë detar udhëheqës të popullit tonë, ku shumicën nuk e kemi njohur, por si çdo zakonisht rëndom, njohja më e mirë është përmes veprave. Këta patriot nuk kanë kërkuar duartërkiqje, por gjithë jetën kanë punuar në heshtje të punosh për popullin tënd në sundim dhe pushtet të huaj, të japish edhe jetën në mbrojtje të tokave të çliruara është mision jo vetëm tokësor, por edhe hyjnor. Me pjesëmarrjen e tyre, këtë manifestim e nderuan edhe dy mysafirët e veçantë të këtij eventi, profesorët Besnik Rameti dhe Ismet Krosi. Unë këtu ndjehem se më qenë shpëtime, po sigurisht në fshatin Kastriot, të nderuar zonja dhe zotëri, të nderuara ju nëna, të cilët jeni simbolike e këtij kombit, por edhe këtij fshatit. Shumë falenderit Bekim, unë do ta ndryshoj këtë çështje këtu, do të falenderoj s'pari herë në këtë gjendje që jam sot unë këtu, në këtë arritje do të falenderoj dy profesorë të mi, njëri është këtu dhe e kemi si eset, është profesor Sefedin Elezi, i cili kam pas profesor në Universitetin e Tovës, i cili më ka ligjeruar metodikën e historisë, por ndonjëherë kur ka munguar, ndonjëherë më ka thonë mos afetso. Falenderit profesor. Gjithashtu një falenderim do të shkon për të ndjerin profesor Halim Porell, të cilin kam pas ligjerues edhe në ciklin e parë, por edhe në ciklin e dytë. Gjithashtu edhe në ciklin e tretë, profesor Halim Porellkon, edhe njëherë familjes i shprehim ngushëllime, sepse ai ka qenë një motivues kryesor në arkivin e shtetit të Republikës Maqedonisë, ku edhe unë kam studiuar periudhën ndërmjet dy luftave botërore, kur ai ka qenë motivues dhe në çdo dokument kam hasur në çdo periudhë dokumentet kur janë hapur edhe emri shënohet është i profesor Halim Porellkut. Përshëndetje, ndonë se herë e dytë që vej, nuk dua të bëj përjashtim dy profesorët e mi dhe të njerin profesor Halim Porellkun, që edhe unë e kam pas profesor Sefedini, ambasador e tjerë, po Bekimi vërtet edhe vitin e kaluar u thash se është i bekuar dhe mirë që keni gjivahirit të tilla. Po, Bekim, më bëri përshtypje jashtëzakonisht personalitetit nga Sefadin Kërçova me 5 nëntor të 1912-ës, ku jashtrojnë drekën dhe ndrojnë konceptin për shpallë pavarësinë e Shqipërisë. Në fund të ndanë edhe mirënjohjet për të gjithë ata që kontribuar në proceset e organizimit atletar, arsimor, kulturor e sportiv nga viti i largët 1900 e deri në ditën e sotme.